nesër jam I pavarur ta ndryshojmë Tiranën, më mbështetni të gjithë. Por nuk e dua Berishën fushat. Dhe kjo po mos ta thot, unë nuk e di nëse më I madh, unë Orbinajn e vlerësoj maksimalisht si një figurë të pastër. A ka shanse të mira? Mendoj që ka shanse Binaj për të qenë ndoshta kryebashkiaku I Tiranës nëse mbahen zgjedhjet, edhe për një arsye tjetër. Në këtë garë nuk është vetëm Ogerta Manastirliu, është dhe Arlind Qori dhe Dritan Gremi. Janë dy kandidatë të tjerë, njëri Arlind Qori që është kandidat I një subjekti politik dhe Dritan Gremi që është një kandidat që vjen nga biznesi dhe që ka ngritur biznesin, një self-made, një biznesmen që është I përvet dhe di shumë mirë se si të organizoj apo të menaxhoj, qoftë edhe të marrë dhe vota majtas apo djathtas qoftë. Vota tek këtyre humbasin tek Flori, tek Florian Binaj apo humbasin te Ogerta? Mendoj se humbasin nga Partia Socialiste. Okej. Ne Florin e duam shumë, kemi punuar për një kohë shumë të gjatë, që kur ka qenë 20 derisa u bë. Mirë, po ta duash një njeri, nuk mjafton që ai jepi dhe votën dhe I shtove dashurinë, je në rregull, tash e konfirmove dashurinë. Jo, 5 vota po të kem unë ja jap. Ja ku e mbyllë, mos fol më shumë tash se kjo e mbyll. Po edhe një je në rregull, edhe votën. Ajo që unë po shoh në ligjërimin publik të Florit sa I takon zgjedhjeve të pjesshme, nuk të ndërton vizion teksa artikulon. S'ka filluar fushata, s'ka filluar. Jo, nuk ata Partia Socialiste kanë qenë në këmbë dhe janë për Ogerta. Është merita atyre. Me Arlindin. Me Florin. Nëse ti vendos, po jo mi, a kandidojnë dhe Arlindi dhe Po dhe Flori? Dritani, po. Tash unë këta të dy Dritani nuk e kam ndjekur me thënë të vërtetën, por Arlind mund ta ketë shpallur, por nuk e kam ndjekur. Arlindin dhe Florin kam ndjekur. Arlindin sepse e kam ndjekur që I ri me aktivitetet e veta, dhe Arlindi është politikisht shumë herë më I artikuluar se Florin në pikpamje të vizionit që do të ndjeki. Politikisht po. Në pikpamje të vizionit si kryetar bashkie, pra politikisht patjetër se ai ka lëvizja bashk që ka emrin partia e tij, por në pikpamje të vizionit që ai ka për qytetin. Kurse Flori sa I takon ligjërimit që përdor në spot, ka bërë një dy spote, një spot, nuk mjafton të na identifikosh problemin. Ne dim që bashkia në Tiranë nuk ecet, e kupton? Në Tiranë ka gropa, në Tiranë mbytesh, e ku diun. Nuk mjafton, ne dim të tërë se ne në Tiranë rojmë. Ka mjaftueshëm Flori edhe për ta shpalosur veten edhe në këtë drejtim që thoni ju. E dashur, në semiotik, nuk e dim kur janë shkencat e komunikimit. Nuk e dim kur janë zgjedhjet. Përgjithsisht studimi nis nga indicjet, pra kemi ça të dhëna për të bërë ca trafiku. Brava. Ai e ka nis nga trafiku, po vetëm në qasje deskriptive, pra thjesht përshkruan që ne t'i japim votën, pra duam zgjedhje. Po ka kohë për t'i bërë ata, ka kohë për t'i bërë. Jo vetëm programi me pikami, vizioni, pra është problemi I vizionit. Arlindi nuk të thot program, të thot vizion. Ja këto dy që dëgjove në Vlorë sot, a dhanë në zgjedhje për pyetjet e mia? Se të njërën e shpallë e fitu, se ti, por nuk mora ajo do fitoj për hir të sistemit që ka PS. Kandidatët e PS-s në gjitha bashkitë do të ndjekin në njëjtën linjë që kanë patur kryetarët e bashkisë në detyrë ose jo deri në këtë moment. Ndërsa kandidatët s'kanë opsion. Ndërsa kandidatët e opozitës kanë një mundësi shumë të mirë të promovohen në pjesën më të madhe. 3 vjeçare janë detyruar. Azmer, është një mundësi shumë e mirë për Tiranën. Azmer, sa e demoralizon, le të themi, kandidatët e opozitës bashkuar fakti që opozita, kryesisht Partia Demokratike, është shumë vonë me përgatitjet e zgjedhjeve. Po ta shohësh në çdo garë elektorale, socialistët janë shumë përpara. Për shembull, fitojnë në 11 maj, me 85 mandate, dolin në deklaratën që bëri menjëherë pas fitores Rama, tha ne fillojmë me zgjedhjet e pushtetit vendor. Pra, janë gjithmonë le të themi në pararojmë 365 ditë fushat, 365 ditë fushat. Këtë po them pra, për sa i përket partive opozitare, qoftë Partisë Demokratike ose edhe partive të reja, janë le të themi shumë herë me vonesë ose shumë hapa mbrapa në krahasim me Partinë Socialiste dhe për këtë duhet jemi të sinqertë me qytetarët. Pasi Partia Socialiste ka strukturat, ka pushtet, ka qeveri, ka le të themi gjithë institucionet në shërbim, sepse unë nuk kam dëgjuar edhe nga zonja Manastirliu ndonjë zgjidhje për trafikun, ndonjë zgjidhje për problemin e ujit. Në qendër Tiranës nuk ka ujë sot.
Ne nuk kemi ujë në qendër Tiranës. Cili është vizioni? Se ne I kërkojmë një kandidat I pavarur vizion. Kur vetë një që ishte ministre e vendit në vendin tonë. Pra që është kandidatja potenciale e mbështetur nga kryeministri Rama dhe nga gjithë ka qenë në bashki e kalon me shumë kusure pa ujë bashki në kohën e vet. Dhe sot ne s'kemi ujë. Pra në Tiranë nuk ka ujë. Ku është vizioni I zonjës Manastirliu? Pra qytetarët që do ta votojnë pse se është kandidate e Partisë Socialiste, apo ka një program dhe zgjidhje? Ka filluar akoma, unë mendoj që ato do t'i shpalosin të dy bashkë. Po flasim për program të realizueshëm, nuk po flasim për programe... Megjithatë ne duhet t'i dëgjojmë. Por me shumë mundësi ne jemi koshient. Nëse fiton, do jetë përsëri, patjetër që po. Megjithatë shikoj unë vetë kam një prirje në fakt për të pa gjithmonë ndryshime, qarkullime, oksigjenim të... Kjo është demokraci dhe do jetë pozitive. Për këtë jemi të tërë, po duhet shohim dhe mundësit reale sa I kemi, se I bie të gënjejmë vetëm pastaj. I bie të delirojmë. Po dakord, ashtu është... Delirimi na bën dëm, se pri ati delirimi jemi në këtë drejtim. Të paragjykojmë një që nuk e ke parë ndonjëherë të jetë përfitues 100 darke nga taksa paguesit shqiptar, këtë pas një karrike në administratën e këtij shteti për Binaj, nuk e njoh atë tjetër. Kjo është edhe minusi më I madh I Binaj. Prit, edhe një orën që vjen me një barë, me një ngarkesë të madhe pushteti, edhe po të kisha qenë unë, do të thoja për veten time, aman më kemi bajat një ka 20 vjet rrim në karrike. Jo, se neve nuk do ta marrim, nuk do martojmë me Florin, more, duam për kryetar bashkinë, duam të stërvitur të na zgjidhni punë. Nëse vazhdojmë në këtë logjik, zonja Manastirliu ka çështje në SPAK të hapur. Me këtë logjik I bie që marrim këtë që është në SPAK apo këtë që nuk ka pasur një ditë punë në shtet. Për djalë të mirë, Flori ti heq kapelen. Atëre, po nuk I krahasoj. Po themi të keq, e do një me SPAK apo pas SPAK? Drejtë. Jo, me spaka pas spak. Me spaka pas spak. Ata të SPAK do punojnë. Me spaka po pas spak. Të SPAK-u do punojnë, kush do të bëjë SPAK asnjërin. Jo, po çështja është kemi dhe Erlin. Po atje SPAK-u do të vihet pas. Okej, që ta përfundojmë. Do kemi zgjedhje që ta përfundojmë në këndvështrimin. Zgjedhje me shumë vështirësi mund të them që do ketë. Do ketë Agron? Shiko, në eksperiencën time që nga 2003... Mund të presim në Tiranë, do presim pranverën e vitit të ardhshëm, ndoshta... Po pranvera s'ka zgjedhje më ose nuk ka nevojë për të bërë. Shiko, që nga viti 2003, rastet të tilla që janë shkarkuar kryetar komunash apo bashkisht gjithmonë kanë fituar në gjykatën kushtetuese kryetarët e shkarkuar. Prandaj po them fitoi Velia I bosu aty na Nëse vazhdo gjatë, ato paga do të jepen. Ato pagën mund të jepen. Zgjedhje Albana? Zgjedhje do kemi, zgjedhje do të bëhen si ka bërë Rama me laps me letër siç I bën mbledhat ta burrat. Jo, me kushtetutë, me ligje kemi fjalën. Me kushtetutë, prandaj se ai ashtu. Po jo Rama me laps me letër, me kushtetutë. Pasi miratoi Bajram Bega e firmosi datën e zgjedhjeve. E ku është sot data zgjedhjeve? Ku është data zgjedhjeve Bajramit sot? Në Kosht të Flerave. Në Kosht të Flerave. E sigurt në datën 9 nëntor kemi 5 bashki, pra dhe kjo është një provë e madhe dhe më pas mbetim të shikojmë vendimin e gjykatës kushtetuese dhe patjetër do shikojmë. Po të kenë një ndryshim, zakonisht kush është në pushtet qendror I fiton dhe zgjedhjet lokale. Ka ndodhur gjithmonë praktikisht. Por në rast të se do ndodhi marrim rastin hipotetik që ndodh një ndryshim I bashkisë, atëherë mund të jetë le të themi tronditje edhe për, më thënë mund të ketë surpriza të këndshme prandaj edhe realizatë të pavarur. Aurora, I gjithë lezeti I zgjedhjeve lokale është që mos shkoj Rama me bo lapsin siç thot kolegja, që shkoj bo lapsin. Rama e bën lapsin sepse e gjithë kjo është në vende të tjera zgjedhjet lokale janë lokale midis dy edhe të pjesme dhe të pa pjesme. Vetëm Shqipëria bën edhe qendroret, edhe lokalet I trajton si qendrore. Nuk duhet shkojë më kjo punë. Nëse do jenë lokale për lokale, ne mund të kemi surpriza. Okej, unë ju falenderoj të katërve që ishit në terminal. Dashuri që japë si shkruar publicitare dhe qëndrojmë me ne në pjesën e dytë e emisionit do të flasim për protestën e qytetarëve shqiptar vetëm brenda vendit tonë në gjitha trevat, nga Kosova, Maqedonia e Veriut, nga diaspora. Ditën e premte e pam një mbështetje masive për ish drejtuesit e UÇK-s, 4 prej cilëve janë duke u gjykuar në Hag. E diskutojmë me një panel të ftuar në studio, por edhe me shumë lidhje nga Kosova. Menjëherë pas publicitetit.